Në të kaluarën, nuk ishte dimra dhe të ftohtë në Rusi. Kisha e transfigurimit të Zotit në rajonin e Kalugës. Kisha u ndërtua për një klim të ngrohtë pa ngrica. Gjatë ndërtimit të kësaj kishe, nuk u instalua ngroja. Nuk ka soba, nuk ka ngros, nuk ka ogjak, nuk ka asnjë vend, dhe nuk ka asnjë gjurmë të tyre. Por në Rusi është shumë ftohtë pa ngroje. Hapësirat publike duhet të ngrohen. Prandaj, soba u bë më vonë. Ajo u vendos pikërisht këtu pranë hyrjes, për të krijuar një perde termike ajri. Ata gdhëndën kanale në mur për instalimin e sobës. Është e dukshme se tullat janë sheshuar. Kjo nuk është muratur nga ndërtimi. Ka shumë gjips të mbetur në mur. Plastri nuk mund të jetë brenda një sobë në punë. Ai do të digjet. Një kanal për nxjerrjen e tymit u bë në mur. Kanali i perforuar u mbydh nga brenda për të krijuar një tub. Le të hedhim një vështrim më të afërt në ozhak. Është qartë e dukshme se tullat brenda kanalit janë të thyera dhe të çara. Disa njerëz shumë ashpër i nxorën tullat nga muri për të krijuar ozhakun. Mortari midis topave të murit të kishës është i bardhë. Ja ku është, e ndritshme. Të çmimet në murin e bërë më vonë të ozhakut janë lidhur me një llaç tjetër. Ka një ngjyrë kafe. Ky mur i vogël i ozhakut u bë më vonë. Pse arkitekti rus nuk bëri një sopë për ngroje ku ndihmonte në ndërtimin e kishës? Ai harroi ai dimrat e ftohtë rus. Le të shohim një tjetër element të kësaj kishe. Dera anësore në ambientet e tempullit. Dera janë bërë nga hekuri. Metali nuk e ruan mirë nxehtësinë. Ndërtesa humb shumë nxehtësi përmes dyerve metalike. Ktu shohim gjurmët e instalimit të derës së dytë shtesë. Pasi u ndërtua tempulli, muret e brendshëm u pllakosën dhe u pikturuan. Por më pas, një përzierje ndërtimi u aplikua mbi plinkësozjen dhe pikturën për të nivelluar këndin për kuadratin e derës, dhe më pas u pikturua me ngjyrë gri. Le të shikojmë nga një anë tjetër. I njëjti është këtu. Një shtresë gjipsi, një shtresë boje dhe mbi të aplikohet një llaç ndërtimi për të nivelluar këndin, për të instaluar një kornizë shtesë të derës. Dhe pastaj pikturohet me ngjyrë gri sipër. Shikon ngjyrën e llaçit të ndërtimit. Në murin e kishës, midis tullave, llaç i bardhë. Dije shtesë janë instaluar me llaç të një ngjyre të verdh brown. Ajo i ngjan ngjyrës së zgjidhjes që u përdor për të vulosur kanalin e timit, që më vonë u shpërthye. Probabilisht timi dhe dyert shtesë u bën rreth të njëjtës kohë, pasi tempulli u plinareos dhe u pikturua nga brenda. Kjo do thotë plotësisht e gatshme për përdorim. Jashtësia e ndërtesës së kishës i mungon një mbrojtje themelore ndaj të ftohtit rus. Lagështja ngrihet nga toka përmes kapilarëve brenda tullave. Në të ftohtë, uji ngrin dhe thyen tullat. Pjesë të mëdha janë rënë nga qoshet. Kjo u shkaktua nga ngrica ruse. I gjithë pjesa e poshtme e ndërtesës po shembet. Është e njëjta gjë këtu. Të brikat u thyen dhe ran nga muri. Kështu, ngrica ruse shkatëron ndërtesat që nuk kanë mbrojtje dimrore për themelin. Dhe në këtë kish, mbrojtja mungon. Sepse kjo kish është projektuar për një klim të ngrohtë pa nglica. Tabela thot se kisha u ndërtua në vitin me Sedotina tani Edensat mitu, në fund të shekullit të Dosnejt. Nëse data është e saktë, atëherë 200 vjet më parë në Rusi nuk ishte dimra dhe ngrica. Kjo është diçka për të cilën historia zyrtare nuk dëshiron të flasë. Në kanalin tim, do të mësosh shumë rreth të kaluarës së vërtet të njerëzimit. Historianët e fshehën të vërtetën nga ne. Duhej ta zbuloja vetë. Gjeta gjëra që nuk mund t'i imagjinoni as.